në kohë agjendën e reformave. Kapaciteti i kuvendit me funksionu me bën ligjet në kohë. Tash le të hyjmë brenda kuvendit, ta ndajmë përgjegjësinë. Unë mendoj që i bojna jo shërbim të mirë shtetit të shoqënisë kur themi qeveria, ndërkohë po them që i kemi qenë kuvend. Ligji për sepan, për shembull, që është po fuqi, po si kam 2/3. Është mirë ti mja do të pasë zotësi për me kriju edhe koalicionet që mi pasë 2/3 për krejt këto procese të rëndësishme që marë fatit qytetarëve. 2019 e pa të pasë një kryon një koalicion qeverisë, si kujtohet. Jo, unë e përmena vitin 2019. Jo, veç e përmena 2019. Që nuk ka strategji kundër korrupsionit. Sa ka gjatë koalicioni ju një parë qeverisës? Tash ajo debat tjetër, adin ajo është arsye tjetër. Jo, nuk është tjetër se e përmena, sepse po flesni për qëndrueshmërinë e koalicionit. Sa ka gjatë çaj pari? Jam 52 ditë, 51 ditë u konë. 52 ditë edhe rëzohen për njëherë. Si të bajsh reformat vështira të rëzojnë, ato në qitë koalicion. Jo, kemi qenë në pandemi, zoti Zulfaj, kam qenë sekretar në Ministri Drejtësisë, kemi qenë në pandemi, nuk ka qenë punë reformash aty, se nuk kemi bo asë një gjanë Ministri Drejtësisë. I kemi pas 39 ligjet hartume, e të gachme për me shku mi miqun në procedura, edhe strategjin e sundimit ligjet të gachme, e kemi pas të gachme. Kodin civil të gatshëm në 2019 e keni prap në planin e rritjes, ajo tem tjetër, po e loma tem. Mirë po e përmenit edhe çështjen e aplikimit, e përmeni Fitimi. Do thot, kemi apliku në 2022-ën, kjo nuk do thot pse po presim ne, sepse kanë prit edhe vene tjera. Kjo nuk është arsyetim valid, sepse nëse e merë... Nësë po presim, realisht nësë po presim asë një minutë. Bashkimi Evropian Jo, po presim, sepse duhet me prit një periudhë caktume, sepse kanë prit... që ne se marim statusin kandidat? Gjyqësore, limited progress, progresi limituar. Në 5 vitet e fundit, lufta kundër korrupsionit, progresi limituar. Lufta kundër krimit organizuar, limited progress. Ke pas hiç progres. Ke pas no progress më herët, tashu limited. Kur ke pas më herët no progress? Besimet në këtë fushë në kompozicion. Vetëm se kalove vetëm të po ta tregoj në kuadër të më fal, po vetëm ta tregoj prej aplikimit që e ban një shtet, vlerësimi bëhet përmes pyetjeve që i dërgon komisioni. Nuk ka dërgu për sërë. Këto raportet e progresit... Këto raportet e progresit jërë kote kote. Qëmal, tash më falë, me kompetencë në qëtë fushë. Nuk është kriteri, edhe është mirë të asjarojmë sepse kalun prej agjendës reformave të kjo pjesatirë që është shumë rëndësi. Po që janë ndërlidhë nëse s'po ka shka njëre. Nuk është rëndësishme të shpikojmë që kur ne kemi apliku, e para ka qenë vendim, sepse kushtet për me apliku Kosova i ka pas gjithë. Edhe është, më falë, po është argumenti rem dikush që thotë që nuk kemi mujt me apliku ma herët. Kemi mujt me apliku prej vitit 2008. Po. Nuk kanë apliku. Po s'kanë apliku, është e rëndësishme. Prej 2008-ës kemi mujt me apliku, potencialisht, ata këshin dhanë dhe shka tjetër. Ta që përsi të zani të rëndësishëm fakt e veç pëse është apliku. Jo, Fitim, nuk është veç i rëndësishëm veç e fakt, po është i rëndësishëm, që të regojnë dy drejtime. Po e ma ankur, kërta që është rëndësishëm? Po nuk është bërë. Në momentin kur thush të është i rëndësishëm, e nuk është bërë, është problem të na. Pse? Sepse edhe koha e pritjes ka rëndësi. Këtë shtetit presin, dikur bëhet të prit. Presioni është edhe ndaj Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është ai i cili duhet marrë veprime, sepse ne jemi vend potencialisht kandidat, dhe këtë status e kemi një kohë gjatë. Potencialin tonë si vend potencial kandidat duhet ta kthejmë në vend kandidat. Në këtë drejtim, vendet që ende nuk kanë njohur Republikën e Kosovës sigurisht që paraqesin sfidë. Por tashmë kemi një momentum brenda Bashkimit Evropian që koha e pritjes të Kosovës të kthehet në kohë të veprimit për Bashkimin Evropian, sepse nuk ka aspekte meritore të demokracisë, të sundimit ligjit, lirive të drejtave politike, lirive civile, liria shprehjes, sundimi i ligjit, krejt këtu, nësë kur na krahason me rajonin të cilët e kanë statusin kandidat, edhe i kanë hapë negociatat, ne qëndrojmë shumë mirë. Pra, nuk ka arsye... Përmenë që Kosovë ka qenë edhe para, disa shtetet të rënë që tashmë kanë avancu shumë larg neve. Nëse i shohim raportet, shiqa, raportet për vendin janë baza e vlerës, nuk ka kriter, është
baza Po ti vlerësimit. pe vendosi kritera? Jo, është baza vlerësimit. Për çka? Të vlerëson Komisioni Evropian për gjithë vjetë se ku qëndron ti për kundër kriterave të Bashkimit Evropian. Nuk është shtytësori që ta dërgon edhe të vlerëson. Vishka, do thot Bashkimi Evropian për çdo vjet ta prodhon një raport që e din gjendjen tonë. Po nuk nuk është për Po kryqësorin. këti që nuk ta dërgon kryqësorin është se e din që ku je. Jo, as pak nuk është kjo. Shqiqa, deklarimi se i bëhet presion. Nuk është mirë mos harxojmë kohën aton sepse nuk është hiç as pak i lidhur. Ka qenë lidhur edhe me zhvillimet më politike që kanë ekzistuar këto vitet e fundit me kandidat janë ka autokraci, vazhdojnë me kon autokraci. Nuk kena nevojë me dëmtu veten kështu si shtet për ta nxjerrë një argument ndaj qeverisë, sepse nuk qëndron. Që problemi është që BE-ja nuk po sheh, le të themi, partner serioz Kosovë që mund ta përmbush agjendën e reforma evropiane. Sepse na kanë thonë që i kemi bërë part në rekord. Shumë serioz na kanë vlerësuar. Kone kena bërë dokumentin. Dokumentin. Agenda, proces i shtetit. Jo, dokumentin e kena hartu. E kena hartu dokumentin. Pa ju kapacitet. Po, i administratës qeverisë Republikës Kosovës. Administrata e shtetit. Qeveria ndrohet, po që malë. Administrata është e Republikës. Po, kuptojnë ato, në regull. Nësë për vojna punën e ekspertave që po, ose që gjë po nga qeverisë. Problemi është të klasa politike. Është mirë, po ku vendi nuk është shumë sigur. Është problem politik që përgjithësinë ka dhe qeveria, se nas po politikojnë të çështja administrative dokumentet sigurisht që dim që është bën punë të kaluar, bëhet edhe tash. Veç atë problemi ka fitim, që s'mundesh me bën që gjykim mungesë të vendet. Shihet çka kum postuone, nëse kish funksionu kuvendi dhe ishin miratu, ta na kishë marrë këtu me thonë çysh qeveria, në qeveria me funksion plot nuk arriti me bërë strategjinë kundër krimit të organizuar, kisha thonë është dështimi jone. Okej, e kemi deklaratën e përbashkët të zotimeve të ligjeve, deklaratën e përbashkët të zotimeve, nëse s'gaboj, kjo deklaratë është bërë në fund të 2023-ës. Hala jemi të ju riciklu me qëto ligje, me 7 ligje. Do thot, hala nuk kemi mri me i miratu qëto 7 ligje, po flasëm për vetëm vitin 2025 që po thu ku vendi. E kemi pas 2024 që kanë mujtë mu miratu këto ligje. Edhe ka plot ligjet e tjera që mujna me hi qëtu në hapat e planit të rritjes qofshin ato veprimet apo gjona tjera, apo hapat. Mirë po, ku vendi e ka peshen për këtë qështje, por është dasht ketë edhe qeveria edhe kjo parti politike një qasje strategjike ta vlerësoj aspektin se sa humb ky vend nëse nuk bëhen kompromise politike. Sa humb ky vend nëse nuk bëhen çdo kompromise politike. Sa të përgjigjna Për mbledh edhe çfarë ka po me ideja është që nuk është këtë çështje teknike, për shkak se do të më pranoj respekt për punën që bëhet me institucionet që ka mundësor, por do me tregu që nuk ka qenë prioritet integrimi i Kosovës së përmbushja këtyre reformave në afate për qeverinë e kaluar. Qa ka qenë prioritet, duhet ta thonë edhe zyrtarët e qeverisë, ka qenë prioritet sipas ushtria e ligjshmërisë, suverenitetit në veri të vendit, edhe me çmimin që kjo të na kushtojnë në raport me Bashkimin Evropian, që sigurisht pastaj se kjo është ndërlidhur, nuk është krejtësisht çështje teknike, pra dihet ajo për punë çështja e integrimit në Bashkimin Evropian, pra nuk ka qenë prioritet përmbushja reformave, por le të themi zhvillimet brenda, shtria e ligjshmërisë, suverenitetit në veri, edhe me çmimin që Kosova të vendoset në masa sankcionuese nga ana Bashkimit Evropian, që sigurisht se kjo ka lënë pasojë dhe tash këto vonesat qoftë në dërgimin e pyetësorit apo aspekte tjera sigurisht se kanë arsye prapa. Po faleminderit, ndoshta po pianisi prej kësaj të fundit, unë pajtohem me ju fitim që masat kanë pas impakt. Kanë targetu edhe asistencë teknike të vetë BE-s, asistencë teknike e cila përdoret për maturim projekteve për të apliku në fondet e BE-s. Për shembull, asistencë teknike, fondet asistencës teknike e cila ndihmon maturimin e projekteve të Republikës Kosovës për të aplikuar në fondet e BE-s. Prap, tek kjo. Por ka pas edhe projekte të bashkëfinancimit me GIZ-in e me tjerë, të cilat janë ndiku. Por, ta shku për më thone me prioritete strategjike. Prioriteti numër 1 ka qenë, prej se kemi ardhë, edhe mbetet, siguria. Sidomos mas 22 shkurtit të vitit 2022. 2021 ka filluar qeveria,
agresioni i Federatës Ruse ndaj Ukrainës, siguria prioriteti numër 1. Sankcionet, përderisa prioritet e ki sigurim e shtetit të qytetarëve, do duhet të shiheshin, për mendimin tim, me filtrin e emisarit të kaluar, i cili dul edhe në dosjen e Epsteinit si adhrus i Lavrovit. Do më thonë, punët që ne i kemi bërë, gjithmonë siguria edhe sundimi i ligjit kanë qenë prioritet, edhe mbesin ende. Siguria dhe sundimi i ligjit janë prioritet. Siguria dhe sundimi i ligjit. Por sundimi i ligjit është tek grupi i themeloreve i pari që një shtet e hap për antarësim edhe mbyllet i fundit. Ja vlera mbi të cilat qëndron edhe BE-ja. Patjetër, neni 2 i traktatit dhe neni 21 për politikën e jashtme. Neni 2 për vlerat themelore dhe neni 21 politikës jashtme se si Bashkimi Evropian kyqet në politikë jashtme. Dhe sundimi i ligjit ka qenë tani për këtë kemi marrë verdiktin e qytetarëve nëse ka qenë gabim prioritizimi i hapave qeverisë. Por ne integrimin nuk e kemi vendos anash. Ne jemi qeveria që kemi bërë aplikimin edhe në Këshillin e Evropës, edhe në Bashkimin Evropian. Për vlerësimin tonë, kur kemi bërë aplikimin, nuk do duhet vënon të ardhja e plotësorit, sepse nuk ka pas pengesë për marrjen e plotësorit, kur e vlerëson secilin prej shteteve se çfarë stadit zhvillimit të avancimit demokratik dhe zhvillimit ekonomik kanë qenë kur Komisioni javë ka sjellë plotësorin. Kosova qëndron shumë fish më mirë se sa ato kanë qëndruar në atë kohë. Por kjo vlerësim politik i ndërlidhur me situata tjera, me 5 vendet mosnjose, por edhe në vlerësimin ka qenë pura për shkak të situatës politike që ka mbretëruar pas aplikimit. Patjetër, domethënë vendosja e masave kufizuese sigurisht që ka pengu BE-n çetës para, por tani na mund ta bëjmë, ta vendosim në peshore verjun, sundimin e ligjit, edhe veprimet që mund të pasohen nga kjo. Nuk mendoj që do të ishim zbrapsur në sundimin e ligjit veri, karshi fondeve të BE-s. Unë mendoj që këtë do ta bënin prapë. Për në karshi sigurisë, sundimit ligjit, nuk mund të themi do t'i marrim do grante atje dhe tash le të ketë krem të organizuar në veri. Nuk do ta bëjmë të. Do të jetë vlerësimi i BE-s, e cila është më e rëndësishme edhe për neve. Sundimi i ligjit për ne është e rëndësishme në secilin pikë të territorit, edhe me kostën e fondeve. Por kjo nuk është pse ka ndodhur humbja fondeve. Në vlerësimin tim sikur kuvendit funksionon të vitin e kaluar,